Miqtë e emisionit Koha e Shtesë, sot do të jemi në intervistë sa i përket Shqipërisë, asaj ndeshjes më të rëndësishme tonë, ndeshjes kryesore që ka vlerën e kualifikimit në botror ose edhe në Europian së bashku me Ernin Sidoni, por Shqipëri-Serbi është një ndeshje e cila nuk përsëritet lehtë dhe një fitore kundër Serbisë është diçka shumë e madhe për të arritur, është një lloj ndjesie që shqiptarët nuk e kanë përjetuar. Është shumë se sa thjesht kualifikimi në botror. Edhe sot ka dalë lista nga ana e Silvinjos me emrat e 27 futbollistëve të cilët do të jenë të ftuar për këto dy takime dhe për gjitha këto për të bërë një analizë për të hedhur një sy kësaj liste. Jemi sot në intervistë me gazetarin shqiptar i cili jeton në Danimark dhe ka një prej faqeve më të ndjekura në Twitter sa i përket futbollistëve shqiptar, paraqitës së tyre Albanian Football. Jemi me Redian Nara. Redian, të përshëndes. Përshëndetje Claudio, kënaqësi si gjithmonë më kanë këtu pjesë e Koha e Shtesë, kena pa fol për listën kur luajt me kundër Anglisë. Tash flasim për një ndeshje pak më delikate, pak më pikante. Kjo është ndeshja më interesante për Shqipërinë, është finale apo botrorit për ne. Kështu se është një temë interesante për të gjithë shqiptarët. Atëherë janë kënaqësi edhe për ne, lista ka dalë, janë publikuar emrat e futbollistëve të cilët do të jenë pjesë e Shqipërisë për këto dy takime. Nuk e di a kishte ndonjë befasi për ty, çfarë ishte, kush ishte gjë e parë që të shkoi me një arsye apo mendje për një lojtar i cili është i ftuar apo i cili mungon? Ja, tash më thonë drejtën, për menim tim nuk kishte asnjë befasi në listë. Ja jam tu shikuar edhe tash listën dhe e vetmi ndryshime që kena pa është se a kthy Mario Mitaj, po kjo është kanë pritur sepse ka 3 javë se a kthy pe damtimit dhe normal se ajo pozitive, se na ka mungu shumë neshjet e kaluara. Dy ndryshime tjera janë Adrian Bajrami, ky mbrojtës i ri se luan me Benfica në vend Mihajt, domethënë një mbrojtës Portugalis, i kampionatit portugalis e ka zëvendësu tjetrin, dhe Mario Dajsinone në vend Simon Simoni. Por Dajsinone është zgjidhja e katërt e portierëve, Bajrami është zgjidhja e pestë e mbrojtësve, kështu nuk ka se ka ndonjë rëndësi. Tjera emrat që kena në listë janë të pritura, nuk ka se kena asnjë befasi për mendim tim. A mund të ishte një befasi për ty ftesa për Mirlindakun? Pra Mirlindaku është aktualisht sulmuesi më në formë i Shqipërisë, sigurisht ka bërë më shumë gola, por më përpara ka pasur edhe pak aludime apo disa teori konspirative që ndoshta Mirlindaku nuk do të ftojë për të dy takime për të qenë më në kontroll situata, për ta pasur Silvinja dhe Shqipëria më në kontroll situatën për ndeshjen me Serbinë, po dhe teori siç kanë dalë për shembull me biletat e stadiumit që nuk do të jenë shqiptarët e Kosovës, por do të jenë vetëm shqiptarët e Shqipërisë për ta pasur gjëren më në kontroll, për shkak gjithë historisë ne e dim. Pra ti vetë kishe frikën që Mirlindaku mund të mungonte në ndeshje kundër Serbisë për shkak të sjelljes së tij që ka treguar, po ndoshta edhe me tatuazhet që ka në trupin, Mirlindaku do të ishte panellën dhe do dilin tatuazhet, dihet pastaj konotacionin i cili do të merrte. Po gjithashtu edhe me sjelljen e tij në Europianin e Gjermanisë ku në ndeshjen me Kroacin ka pasur tirje. Domethënë të gjitha këto të landë do dyshojë diçka që ndoshta ky Daku sa do gola çnoi mund edhe mos jetë i grumbulluar. Ja, tash Mirlindaku është një sulmues dhe një person që krijon shumë polemika, kjo dihet. Nëse shohim formën që ka kaluar në Rusi, ai pothuajse në çdo ndeshje bën një gjë interesante, ka herë për të keq, ka herë për të mirë. Ka herë shënon, asiston dhe pastaj merr një karton të kuq, penalti, pastaj shënon një gol spektakolar. Është një lojtar që gjithmonë krijon aksione interesante në një ndeshje. Dhe mu për vetëm kishte ardhur shumë keq nëse nuk ishte thirrë. Edhe për arsye sepse është lojtar i mirë, është sulmues se krijon raste, por siç tha ti për këta gjëra të tjera, çështje politike siç mund të thojmë, ishte kanë gabim i madh mos me thirr vetëm për sjelljen që ka pas në Europian. E di se ka gabu dhe nuk jam i asoj mendimin se u desh më u shpreh ashtu se u shpreh, se më do ke fije pa lidhje, pa kuptim. Por besoj se ka mësu nga ky rast dhe si profesionist se është e rritur, është nuk është lojtar i ri, siç mund thojmë. Besoj se ka mësu nga këtë raste, din me i shfrytzu, siç mund thojmë, karikimin se ka tepër, din me shfrytzu për të mirë edhe jo për të keq. Kështu se un jam shumë i lumtur se kena thirr Dakun dhe nëse shohim holl se sulmues edhe më kanë në formë shumë të keqe, nuk ka se kena ndaj sulmues tjetër se mundet me zëvendësu. Vesh me nëse kishim thirr ndaj Christian Shpendi ose ndaj Giacomo Brioni, por si lojtar dhe si njeri
për menim tim jam I menimit se Doku duhet më kanë se s'ban në listë. Kemi 5 sulmues, me sa po shikoj këtu, janë 5 sulmues të grumbulluar për Shqipërinë për këto dy takimet e qershorit. Si duket reparti I sulmit kur I shikon me emra, më saktë është Yasir Hasani, I cili sigurisht nuk është në rolin e sulmuesit pyp. Kemi Mirlin Dakon, Armando Brojen, Rej Manajn edhe Myrto Zunin, që sigurisht përdoren në këtë rolin e sulmuesit pyp. Tani jam pak a shumë janë 4 futbollistë për 2 ndeshje nga të cilat mund të përdoret vetëm 2 sulmuesa ose 3 sulmuesa, të duken shumë sulmuesa dhe çfarë përshtypje ti jep gjitha kjo? Ja këto emra të cilët janë grumbulluar. Po, unë shoh kombëtaren me shumë mundësi sulmit. Nuk është se jena pa opsione. Tash Arber Hoxha dhe Ernest Muçi për mendim tim luftojnë për njëjtin vend, siç është lejtari I Krahut I majt. Për mendim tim nuk ka se ka ndonjë dallim mes tyre, të dy mund të luajnë një ndeshje shumë mirë. Armando Broja është pa diskutueshme se duhet me luajt në formacion, mund me luajt edhe si nonsh ose në krah gjatë në vend të Sonit. Nuk është se kam ndonjë preferim madh aty. Por një gjë se do ta them dhe fol me pak për këtë punë, për mendim tim duhet me fut se s'ban Merlin Dokun sepse është sulmuesi më në formë se kemi, por fakti se ka këtë not dhe këtë urrëtie drejt serbëve, të gjithë e kanë besoj, po ky e ka pak më shumë edhe me tatuazhin se ka. Besoj se mundet me kriju një gjë të bukur në këtë ndeshje. Po me edhe kundër Çekis para një viti kur luajmë me ta në Tiranë, se kë nuk futet në loj kat, kë nuk futet për me kursy energji. Kë futet dhe hinet e ai Krejçi se është shërmbrojtësi më I miri I çekëve dhe bën zhele, edhe nga ona fizike edhe nga ona teknike. Për mendim them duhet një lejtar të tillë, siç ka këtë not dhe këtë urrëtie drejt server. Megjithëse je simpatizant I madh I Armando Brojes, do të shkoje me Merlin Dakon kundër Serbisë. Merlin Dakon si nonç dhe Broja në krah gjatë, besoj se ishte kanë mundësia më e mirë. Do lozë edhe me Brojen dhe me Dakon atëherë. Po, kjo është mendimi im. Okej, ishte dhe një temë shumë interesante që është hapur nëse shiko të ndeshja Shqipëri-Serbi do të jenë 2 ekipe sigurisht ku shumica e futbollistëve është ajo që ti thua se në rastin e Merlin Dakon do të jetë 99% e tyre lojtarëve që të cilët do të jenë shumë gjak nxehtë, pra loja do të jetë e ndezur ku do të humbasi truri dhe do të ndikohen gjithë lojtarët nga emocionet, nga zemra, po duke humbur pak vijën e logjikës, sepse në një kohë të nxehtë nuk veprojnë gjithashtu siç duhet veprojnë. Dhe në një situatë të tillë, a mos ndoshta mund të jetë më mirë që ne të provojmë një lojtar si Ernest Muçi që është shumë I ftohtë mendorisht, pra Muçin edhe ti ke parë kur loz në derbit e Stambollit që janë pafund tifoz aty, e loz lojën shumë si pa ndikuar komplet nga çfarë ndodh, dhe letë dihet I vjet zjarri çdo gjë që është afër tij, ai do të vazhdojë të luajë futboll pa pikë shqetësimi. Domethënë, në këtë rast specifik, a mendon se kur të gjithë janë gjak nxehtë, një që është gjak ftohtë mund të spikasi për të jetë ai një njeriu I cili të vendosë historinë, pra nëse Ernest Muçi thotë Silvinho është ai lojtari I cili nuk stërvitet dhe këtë andej, domethënë janë 1000 arsye pse nuk pa aktivizon. Ndoshta këtë në Serbinë si ndeshje finale derbi Ballkanit, një ndeshje që nuk të vjen 2 herë në jetë për të lozur ose për të lozur në Tiranë, sepse ne do shkojmë sigurisht ndeshjen prapë në Serbinë, po jemi në transfer. Po një fitore në Tiranë ka një tjetër shije. Pra gjitha kjo mendon se a ka logjik një lojtar gjak ftohtë të jetë ai I cili të bëjë atë shkputjen në ndeshje të tillë. Po, absolutisht se po. Duhet me kriju një bilans në ekip mes lejtarëve se janë gjak nxehta se luftojnë pak më shumë se tjerët, por duhet me pas edhe lejtar të ftoftë, si thotë. Ernest Muçi për mendim tim është një nga lejtarët me më shumë cilësi dhe jo vetëm nga ona e mentalitetit se ka dhe është gjak ftoftë, din me luajt në ndeshje të mëdha, siç e kena pa me Beşiktaşin kur lot kundër Galatasarayt, mren ose jashtë lot shumë mirë, shënon, asiston dhe bën paraqitje të mira. Ka pa luajtur edhe me Beşiktaşin kundër Atletik Bilbao, një nga favoritet për Europa League dhe ka pa paraqitjen më të mirë se ka pa tash 2-3 vite për mendim tim. Kështu se është lejtar për ndeshje të mëdha, pavarësisht se shumë beta thonë nuk është ndeshje për të sepse do të bëhet ndeshje fizike. Duhet me pas lejtar fizik, duhet me pas lejtar teknik, duhet me pas lejtar sulmit, mbrojtjes, gjak ftofta, gjak nxehta, duhet me kriju bilans. Na kena dhe një fat se kena një kapiten siç është Bera Xhimshiti, se është shumë profesionist
dhe për mendim tim nuk duket shumë gjak nxehtë, dhe ky mundet me na animu edhe shumë nga ona e gjak ftofësisë. Normal se edhe ky e ka inodën e vet, ka më kanë edhe ky shumë i karrikuar, po besoj se si kapiten është kapiten i mirë për neshet e tilla. Një gjë tjetër është se Po, na shumë herë menojmë për Armando Brojan si sulmues si mundet me i zgjidh neshet vetëm, por më duket se na mësu kesh nga gola si ka shënu kundër Hungarisë ose nga paraqitjet si ka bë me Spanjën ku po thojmë se i ka bë vet krejt, po asi llojnimet. Por duhet një lojtar siç Ernest Muçi ose do lojtar tjerë me tipar sulmit, me tipar teknike për me shërby Armando Brojas për me animu, për me kriju raste për me shënu gola. Kurse për mendim tim ishte kanë mirë me lut me Muçin krah të majt, Brojan krah gjatë dhe Dokun sulm. Kja ishte kanë rreshtimi e jemi preferuar. Okej, ndërkohë kur flasim për Portën, të gjithë kanë kritike për Thomas Rakoshën, por në një listë të tillë me Thomas Rakoshën, me Elan Kasratin, me Alen Sherin dhe me Mario Dejsinanin, kush mund të ishte portieri më potencial për t'i zënë vendis Rakoshës, në dikush mund të thotë me drejtë në një listë në një ekip normal, portieri i parë zvendësohet në portierin e dytë dhe më pas në portierin e tretë. Silvinho ka treguar që i ka besuar në ato pak raste që ka rastisur fati si ta thuash i ka besuar Elan Kasratit përpara Alen Sherit. Por Alen Sheri vjen nga një super ndeshje zhvilluar me Napolin, ku kishte gjithë vëmendjen e Italisë, në atë Napoli Cagliari do të bërë pritje të jashtëzakonshme dhe Mario Dejsinani sigurisht është një tjetër alternativë, por që nuk besoj se do të jetë ai numri 2 i Shqipërisë. Mendon se Porta është edhe një tjetër e zgjidhur me Strakoshën për të gjithë dyshimeve që ne kemi si tifoz, apo më edhe ditë pjesa që mendojnë edhe shumë tjerë me drejtë që ore në fund fare nuk është vetëm ai portieri që vendos, po varet se si do të paraqitemi në lojën mbrojtje në grup për t'i lënë sa pak punë portierit për të pasur ato ndryrjet e veta. Ja, në fakt, unë jam i asaj menimit se portieri më të mirë si kemi është Etri Berisha, por dihet se ky nuk thirret, më duket ka pas do përplasje me Silvinjon, por Po, nuk u befasova se nuk ka pas në listë, edhe pse ka firmos me një ekip në Suedi dhe është në formë, por nuk u befasova, nuk e prita se do të jetë në listë. Pastaj, nëse flasim për këta 4 portierat që janë në listë, për mendimin tim nuk duhet me eksperimentu fort nga ona portierit, sepse është një pozicion se mundet me të kushtu shumë. Një gabim ose 2 gabime dhe ke humb neshe nga faji portierit. Kështu se nuk jam tifoz i madh i Thomas Trakoshet dhe e kam kritikuar shumë herë më parë, po përderisa ka përvojën dhe ka lojë në kampionate të mëdha, ka lojë neshe derbi, ka lojë neshe me tepër rëndësi, besoj se nuk duhet me eksperimentu, duhet me lujt me Strakoshen prej fillimit. Sherri, si që thu ti, lutin një neshe shumë mirë kundër Napolit, dhe ishte një neshe shumë e madhe për Napolin edhe për Cagliarin që shkoj për me aprish festen, dhe u befasova në pak se e pash, për një gjë interesante ishte dhe se u zëvendësuan minutë 82, nuk e kuptova fort këtë, por neshe të mirë bani për mendim tim Strakosha është e pa diskutueshme në formacion. okej. Po, sa i përket zvendësimit të Sherit, besoj se më shumë se sa një problem dëmtimi apo kështu, besoj se është vetëm pjesa e faktit që ishte ndeshja e fundit të kampionatit dhe trajneri ka kërkuar i Cagliarit të japi edhe pak minuta apo pak kënaqësi dhe portierit të tretë të Cagliarit, jo vetëm Alen Sherit. Okej, atëherë Redian, duam që të ndalemi pak edhe tek Armando Broja. Silvinho ka dhënë dje një intervistë me gazetarin Gjergj Çorçani, atje ku u shpreh se nuk është Armando Broja pika e referimit të Shqipërisë. Ai ka dashur që ta uli pak atë imazhin e ngritur të shqiptarëve mbi Armando Brojan, duke thënë që është një mes të gjithë tjerëve, është një nga gjithë tjerët që ka potencial sa dhe të tjerët. Megjithatë, vetë Silvinho e di shumë mirë që kjo nuk është e vërtetë, sepse është era e tretë apo e katërt që me Silvinho në stol i gjithë publiku çohet në këmbë kur futet Armando Broja dhe fillojnë të bërtasin apo të afrasin një zëri emrin e tij sikur të ketë shënuar gol, edhe në ato ndeshje ku Silvinho ka qenuar në mbrojtje gjithkohon dhe nuk ka bërë kur një rast për të entuziazmuar tifozët, thjesht fakti kur e nxirrte atë Armando Broja nga stoli dhe fuste në fushë, i jepte të paktën atë një minutë në gëzimit të tifozëve duke edhe lojtarin e tyre të preferuar, dhe kjo nuk ka ndodhur me asnjë lojtar tjetër të Shqipërisë që Silvinho thotë që ka tjetër potencial. Pra logjikisht nuk është e vërtetë. Pra është më shumë besoj fakti që Silvinho kërkon që të mos vendosë asnjë lojtarin mbi grupin, po grupin mbi çfarë do lloj lojtari, në fakt nuk është edhe aq e gabuar kjo, po jo.
Ja, tash unë besoj se ka thonë këtë thjesht për me ja hek pak presionin Armando Brojas, dhe nuk është se e shoft si një shprehje e keqe. Si shtu ti vet, ai e din bëll mirë vetë se Armando Broja është pika e referimit e Shqipërisë dhe është pa diskutim lojtari me më cilësi se kemi. Siç janë lojtarë tjerë të tilla, Kvaratskhelia për Gjergjin, Lewandowski për Polonin, McTominay për Skocin, normal se duhet me pas një lojtar se është pika e referimit se ku mund të referohen lojtarë tjerë. Nëse i shohim ose dëgjojmë intervistat e lojtarëve të tjerë që kemi në ekip, gjithmonë shprehen për Armando Broja mirë, edhe kuptojnë edhe ata se është ky lojtari si mundet me na nxjerr prej situata të vështira. Më duket Nedi Barami për çdo herë përmend Brojan, kur kthehet Broja thotë kena shanse më të mëdha për me fitu, kur na mungon e përmend edhe faktin se na mungon, kurse dihet se Armando Broja është një nivel më i tjerë. Por normal se një lojtar nuk është mi ekipit, por kja është problem vetëm kur ka sjellje të keqe nga lojtari. Armando Broja nuk ka pas kur sjellje të keqe për mendim tim, kështu se nuk është ndaj problem ose ndaj çështje si duhet më diskutu goxha gjatë. Armando Broja dihet se është pika referimit, por duhet me punu bashkë me ekipin si është dhe para, kë nuk mundet me zgjidh neshjet vetëm, sidomos neshjet të tilla kundër Serbisë, duhet ndaj forë shërbimit nga lojtarët e ekipit, por normal se ky duhet pa diskutueshme më kanë informacion për mendim tim. Okej, dhe pyetja e fundit e Redian, se përket sërish të Armando Brojas, mendon se në këto kohë e fundit ka kërkuar më shumë pas kthimit nga dëmtimi i fundit, ka kërkuar më shumë që të ruaj veten, të ruaj fizikun e tij që mos psoj më një tjetër dëmtim dhe nuk e ka pasur me atë urinë e golave si më parë, apo mendon se thjesht është pak jashtë forme dhe për këtë arsye nuk arriti do të shënonte qoftë një gol me Evertonin në këtë sezon dhe të qëndronte jashtë ekipit në këto ndeshje të fundit, pasi nuk është aktivizuar. Ja, tash për mua më duket shumë qartë sepse ky është rujt në shumë raste. Unë e kam njeh këta ndeshjet e tij, e kam njeh edhe ndeshjet që ka luajt me Uzet e Nishat dhe duket kur dën me lujt dhe kur nuk dën me lujt. Kur ka pa hi ndeshjen e parë kundër Wolverhamptonit me Evertonin prej stolit, i ka pa dhënë vetet 100% dhe ka pa bën një paraqitje shumë mirë. Dhe edhe tifozët e Evertonit janë bakan mahnit. Pastaj u damtua pas dy ndeshje dhe u duk se o kursy pak pastaj. Sepse normal ka friksohet nga dëmtime, e dim historinë e tij me dëmtimeve. Por u kthy prej dëmtimit, direkt shkoi prej Evertonit në Shqipëri dhe luajti një super ndeshje edhe kundër Anglisë, edhe kundër Andorrës. Kështu se dihet kur do me luajt lot. Mas ndeshjeve e kombëtare si aty në Mars, nuk luajti fort me Evertonin dhe më duket se u kursy deri në këtë moment, sepse dën me luajt këtë ndeshje kundër Serbisë. Dhe mos harrojmë se unë bona edhe një sondazh në Twitter ku pyeta njerëzit sa lojtar ton ka nevojë për një transferim. Ata më përgjigjen me 80 deri 90% e lojtarëve kanë nevojë për një transfer, një lëvizje në mercato. Dhe kjo është ndeshje se ka me një gjithë bota dhe të gjithë lojtarët tonë besoj se doin me lut në këtë ndeshje, jo vetëm për me fitu, por edhe me tregu cilësitë e veta për me pas një mundësi më të mirë për lëvizje të mirë në mercato. Kështu se besoj se është kursy deri në këtë moment për me bajë ndeshje të mirë, me lut mirë dhe pastaj besoj se ka më transferu me bajë lëvizje të mirë në mercato me ik për Chelsea. Dhe ne urojmë shumë që të jetë kështu që Armando Broja të ketë ruajtur golin dhe spektaklin pikërisht për ndeshjen me Serbin. Redian Arat, përshëndetje dhe shumë faleminderit që ishe pjesë e jona. Gjithashtu, dhe ishte kënaqësi.